Banorë të Zvërnecit dhe qytetarë të tjerë u mblodhën sot në bregdetin e kësaj zone për të protestuar kundër investimit të parashikuar aty. Ata kërkuan anullimin e projektit pasi sipas tyre dëmton natyrën dhe biodiversitetin e zonës. Rikthehen protestat e qytetarëve në Zvërnec. Dhjetra banorë të zonës, por edhe qytetarë të tjerë u mblodhën në një tubim në bregdetin e kësaj zone, duke kundërshtuar investimin që parashikohet të ngrihet aty. Vlora vijon të përfshihet në valën e protestave kundër projektit në Zvërnec. Ditën e sotme në plazhin e Portonovës, me dhjetra qytetarë dhe ambientalistë janë përgjigjur thirrjes publike me flamuj dhe pankarta në duar. Vim prapë këtu sot për të treguar që pavarësisht se gardhi u hoq, jemi këtu për ta mbrojtur të tokë. Ashtu si dhe më parë, banorët kanë protestuar me pankarta në duar se Shqipëria nuk është për shitje. Nuk kanë munguar edhe posterat e flamingos, simboli të kësaj proteste. Me trupat e tyre ata formuan edhe një mesazh në mbrojtje të gjithë lagunës në Nart. Protestuesit kërkojnë që të anulohet investimi në zonën e Zvërnecit, i cili sipas tyre dëmton natyrën dhe biodiversitetin. Pas deri në fund, sepse kjo heqja e barierave është për të na hedhur hi syve neve. Një ditë më parë, kryeministri Rama zhvilloi një takim me banorët e Zvërnecit dhe u tregua i prerë, duke thënë se investimi nuk dëmton natyrën. Në të gjithë procesin ne kemi qenë shumë strikt. Është thënë që investimi është 27 milion euro ditë tjerë. I referoheshin një leje që është kthyer mbrapsh. Ne kemi refuzuar, i kemi kthyer mbrapsh projekte. I kemi kërkuar më shumë në funksion të mbrojtjes së mjedisit. Kemi kërkuar distancë nga laguna, kemi kërkuar ripërtritje të një pjese aty të biodiversitetit e tjerë. Kemi kërkuar zgjerim të plazheve. Kemi kërkuar pastrim të ujit lagunës.